Dy akademikët, Pëllum Xhufi e Agonezha, u nderuan sot me titullin doktor honoris causa, vlerësim ky që vjen për ta nga Universiteti Ekrem Çabek. Nuk di se për këtë flasun shumë dhe më mirë. Për profesor Agon apo profesor Xhufi. Të dy kanë një aktivitet të jashtëzakonshëm kërkimor dhe shkencor. Profesor Agon, ky shërboshin e tij të hershme, ka qenë një penë vërtet brillante për të evidentuar problematikat e shoqërisë shqiptare që në kohën e periudhës komuniste në Shqipëri dhe duke vazhduar mandej pas rotacionit politik pas viteve 90. Profesor Agua, pas viteve 90 do të jetë akoma dhe më aktiv në faqe të shtypit periodik të përditshëm, si një profesor në shkencat agronomike diplomuar në filozofi e të menagjer. Profesor Agua asnjëherë se ndau aktivitetin e tij nga problemet e hallet të shoqërisë shqiptare. Mandej, profesor Agua bëhet kryetari i shoqatës Llabria, të cilën e kthen vërtet jo si një organizëm shoqëror, po si një organizat pothuajse politik ose parti politike. Ajsa, shumë parti politike në Shqipëri do ta kishin civil në masivitetin e kësaj shoqate. Dhe madje po të kandidoti në shoqatën Llabrisë rrezik fitonte një deputet i shoqatës Llabria. Por nuk e bëri këtë dhe e falenderojmë që nuk e bëri. Akademik profesor Xhufi nuk mund të flasë dot shumë gjatë, sepse profesor Xhufi flet çdo ditë nëpërmjet ekraneve të televizionit. Aktiviteti profesor Xhufit është të spikatur jo vetëm në ruajtjen e tezave të historiografisë shqiptare, por dhe pasurimin e mëtejshëm të tyre. Ai që bën të veçantë historianin dhe akademikun Xhufi është fakti se ai asnjëherë nuk del në një konkluzion pa mbështetur në fakte, dokumente autentike e tjera me radhë. Është një nga studiuesit më të mirë në Shqipëri, por mos thoni vetëm, për periudhën e mesjetës. Por megjithatë, aktiviteti profesor Xhufi nuk ka lënë paroku ngjarje të ndryshme të historisë shqiptare. Pra të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë, kemi këtu mes nesh dy figura të spikatur. Por ajo ka të mirë këta dy njerëz. Po dhe këta kanë mëkatet e tyre. Kanë një mëkat shumë të madh, kanë nxirr shumë letra, kanë shkruar shumë letra, i kanë nxirr, i kanë marrë qafë letra. Por në ka zbardhur faqen e tyre. Prandaj unë do t'i falenderoj në mënyrë të veçantë që pranuan të jenë pjesë e Universitetit Ekrem Çabek të Gjirokastër. Profesor doktor Agonezhës titulli ju akordua në vlerësim të kontributit të shquar në fushën e publicistikës, kulturës dhe dokumentimit të vlerave të trashëgimisë shqiptare, për veprimtarit të pasur krijuese studimore, si dhe për angazhimin e tij të vazhdueshëm në ruajtjen dhe promovimin e identitetit kulturore kombëtar. Pasi kreu në vendlindje arsimi parauniversitar, ai studioi në Institutin e Lartë Bujqësor, sot Universitetin Bujqësor, dhe u diplomuar në Fakultetin e Agronomisë në vitin 1971. Si nxënës i zellshëm dhe student ekselencë, Agua ka mësuar gjithë jetën. Ndaj në vitin 1976 u diplomua edhe në degën e filozofisë. Në vitin 1996 mbroti doktoraturën në fushën e ekonomisë. Në vitin 2004 titullin profesor i cilësuar dhe në vitin 2009 profesor doktor. Profesori ka kryer disa detyra akademike si lektor i filozofisë në Universitetin e Tiranës 1978-1980. Lektor në Universitetin Bujqësor 1980-2014 dhe duke filluar nga viti 1990 në vazhdim ka qenë lektor në 6 universitete private. Ka marrë shumë tituj deri dhe nga presidente nga rreth e tjera, por ka një veçori që dua ta nënvizoj, që unë në 2014 ka marrë titullin deri qartë të Gjirokastës dhe pas deri Presidenteri Shqipëri Llabrisë ka qenë titulli i parë që janë nderuar nga qytetet dhe nga rrethet. Kështu që Gjirokastra, ky tempulli i kulturës dhe si thuaç i gjithë diturisë kombëtare, mund do ta quaja kryeqendrën e kulturës së Llabrisë, Gjirokastër, e cila ka ditur të nderojë që në 2014. Pastaj pas kësaj ka vazhduar këto titull të tjerë që thanë profesor Shqiptar Vlora, Shërët, Orikudi e tjerë. Pra është Gjirokastra ka ndezur e para të shkëlqim kandidin e situacionit e vlerësimit e nderimeve. Prandaj detyrojmë Gjirokastrës
I detyrojmë Universitetin e Gjerën Çapej, i detyrojmë gjithë juve që të jeni i predispozuar dhe i angazhuar në të gjithë veprimtarinë time për çka do të mund t'i jap, si thuat me këtë kontributin mëshor tashmë që jeni duke përshëndetur. Për profesor doktor Pëllum Xhufin, ky titull erdhi me motivacionin për kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e historisë, për veprimtari të spikatur akademike, kërkimore dhe botuese, si dhe për ndikimin e qëndrueshëm në studimet mesjetare dhe në pasurimin e mendimit historiografik shqiptar. Titulli doktor honoris causa për profesor Xhufin nuk është thjesht një formalitet, por një akt përgjinjore i komunitetit akademik të universitetit tonë për jetën dhe veprën e tij kushtuar së vërtetës shkencore dhe zbardhjes së rrënjëve tona historike. Është e vështirë të gjesh një njeri që i ka shërbyer Shqipërisë me kaq shumë cilësi në të njëjtën kohë, si historian erudit, si diplomat i matur, si deputet parimor dhe si njeri publik me integritet të lartë. Le t'i trajtojmë shkurt këto aspekte të personalitetit të profesor Xhufit. Së pari, si historian, profesor Xhufi me veprën e tij studimore në lëmën e historisë na ka dhënë një dhuratë të çmuar, dhe dijen për rrënjët tona historike. Me veprën e tij studimore në fushën e historisë, të shpalosur në 10 monografi, libra dhe artikuj shkencor brenda e jashtëvendit, akademik Xhufi ka shtruar dhe zgjidhur me përgjegjësi të lartë shkencore e intelektuale probleme të rëndësisë parësore të dijes historike mbi shqiptarët dhe ka si cilësi themelore originalitetin e këtyre studimeve. Tezat kryesore të profesor Xhufit përqendrohen kryesisht në mesjetën shqiptare, duke u bazuar në kërkimet e gjera të gjata arkivore në arkivat e Venetikut, Firenzes, Vatikanit, Araguzës e tjerë, dhe në analizën e raporteve etnike e politike në territorin e Ballkanit Jugperëndimor gjatë periudhës së mesjetës. Shtyllat kryesore të punës së tij studimore në fushën e historisë janë: 1. Vazhdimësia dhe lidërsia etnike. Ai mbron tezën se shqiptarët janë një popull autohton me një vazhdimësi gjenetike dhe etnike të pandërprerë në trojët shqiptare që nga antikiteti. Sipas profesor Xhufit, rezulton se kapërcimi nga antikiteti në mesjet në territoret ku banonin shqiptarë nuk u shoqërua me ndryshime rrënjësore pavarësisht mënyrës slave. 2. Shteti i arbërit si bërtham shtetërore e shqiptarëve. Në studimet e tij, profesor Xhufi argumenton se shteti i arbërit në shekullin e 12 shënon daljen e parë të qartë të shqiptarëve në skenën politike mesjetare balkanike, duke shërbyer si bërthama e formacioneve të mëdha shtetërore të shqiptarëve. Dhënia e këtij titulli, doktor honoris causa nga Senati Akademik të Universitetit të Gjerën Çapej, është një vlerësim krejtësisht i veçantë që më bëhet nga ky universitet, i cili mban një emër të rëndë të shkencës shqiptare, i cili ka gjithashtu tradita arsimore kulturore të një qyteti që në gjitha kohrat e ka vendosur Gjirokastër në krye të qyteteve të tjera të Shqipërisë. Më nderon këtë titull edhe për faktin se jam ndër ata që e kam konsideruar Universitetin e Gjerën Çapej me një rol e me një mision veçantë për vetë specifikën dhe problematikën e rajonit Gjirokastërës, për çka mendoj se i duhet jetë në krye të shqetësimeve e të përkujdesjeve të politikës. Për nga origjina nuk jam gjirokastrit, me gjitha të i sillim rrotën Gjirokastërës, pasi prindrit i kam nga probanati i Kurrëleshit edhe nga Libohova në krahun tjetër, por bashkëshorten e kam, ajo po, është gjirokastërite tipike, është me drejta plota, dhe sigurisht dhe këtë titull që më jepet sot më afron akoma më shumë me këtë qytet të dashur. Titulli ju dorëzua nga rektoria Hëcana gjatë një ceremonie që bëri bashkë përfaqësues të institucioneve akademike, autoritete vendore, pedagog, student, studiues dhe të ftuar të tjerë.